Mbrëm policia ka zbatuar një aksion antidrog në Tetov. Në shënjestër ka qenë një lokal ku ka pasur dyshime se po zhvillohen aktivitetet jashtëligjshme të tregtisë me lëndë narkotike. Është privuar nga liria një 16 vjeçar nga Tetova, i cili ka shfrytzuar një lokal me qira. Bastisja ishte kryer me pëlqimin e pronarit të lokalit. Sot në mëngjes me komunikat zyrtare doli dhe SPB Tetov duke bërë publike dhe foto nga mjetet e sekuestruara në narkotike. Më datë 16 prill 2026 në ora 22:05, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 16 vjeçar nga Tetova për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale sipas nenit 215 të kodit penal. Gjatë kontrollit në një lokal në Tetov të kryer me pëlqimin e pronarit, të cilin i mituri e shfrytëzonte me qira, janë gjetur dhe sekuestruar 34 paketime me marijuan, një kuti dhe një qese me marijuan, një paketim me lëndë pluhuri të bardhë. I mituri është ndaluar në stacionin policor dhe në prani të prindit me të do të zhvillohet bisedë zyrtare. Pas dokumentimit të plot të rastit ndaj tij, do të dorëzohet kallëzim përkatës, thuhet në komunikatën e sektorit për punë të brendshme Tetov.